Rendi botëror ka rënë, kështu u shpreh presidenti serb Aleksandar Vučić pas një mbledhje urgjente të Këshillit të Sigurisë Kombëtare ku diskutoi me tone kritike për operacionin amerikan për kapjen e mikut të tij në Venezuelë, Nicolas Maduro. Pas veprimeve në Venezuelë është plotësisht e qartë se rendi publik ndërkombëtar dhe Karta e OKB-s nuk zbatohen, theksoi presidenti serb, duke shtuar se ligji i forcës dhe ligji më të fortit po dominojnë botën. Pra ju e shihni që nuk ka më parime. Kjo është arsyeja pse ne jemi veçanërisht të shqetësuar për armatimin e mëtejshëm të Prishtinës, në kundërshtim me Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe Rezolutën 1244, e cila është pezulluar de facto, por jo de jure, nga fuqitë e mëdha siç është Turqia. Ato po e armatosin me shpejtësi Prishtinën. Një kërcënim i veçantë për sigurinë e Serbisë është aleanca ose bashkimi i sapo krijuar i Prishtinës, Tiranës dhe Zagrebit, i cili po zhvillohet në një fushë të gjerë që përfshin zhvillimin e përbashkët të sistemeve komplekse luftarake, nga automjetet 4x4 deri tek armat dhe mjetet më të fuqishme, tha Vučić, duke shtuar se Serbia po e monitoron nga afër këtë dhe po përgatitet për mbrojtjen kundër atyre që pretendoi se tani po bëjnë kërcënime të hapura ndaj Serbisë. Duam t'ju themi se Republika e Serbisë po e ndjek këtë me kujdes, dhe ne jo vetëm që po e ndjekim, por po përgatitemi edhe për të mbrojtur kundër atyre që as fshehurazi por hapur e kërcënojnë vendin tonë. Ne besojmë se forca jon do të jetë një pengesë mjaftueshme, theksoi Vučić.